26 jashtës. Kemi të bëjmë një ditë shumë të rëndësishme për nga ana ekonomike, por gjithashtu dhe ndryshime të mëdha që vinë drejt vazhdimësisë, ekonomisë dhe disa takimeve që mund bëjnë. Duke pasur parasysh përfitojnë shumë, siç janë shenjat e ujit, nuk diskutohet, nuk vjen dyshim sepse kanë bën edhe mundësinë, por kanë edhe rastin më të mirë për nisma të reja në çdo fushë, në çdo drejtim të jetës së tyre. Por meqense ka të bëjnë shenjat e ujit dhe shenjat e ajrit, shenjat e ujit siç është gaforja, por në anën tjetër kemi akrepin dhe peshqit, kurse në shenjat e ajrit ka të bëjnë shenjës së binjakëve, të shenjës së ndikimit dhe të mundësive peshores, por në krahun tjetër kemi dhe ujorët, ku janë mundësinë dhe periudhët që ata ndodhin fenomenet. Ka të bëjë shumë me ndikimet dhe takimet të rëndësishme. Po takimet e rëndësishme janë shumë të mira sepse los një rol shumë të rëndësishëm. Pikërisht kjo ditë e premte është dhe një ditë që vërtet simbolizon stabilizimin